Sot xhelozia çka s'po bën, pe vret vllaun. Çështja e xhelozisë, prandaj jo rastisht Kur'ani na flet në vazhdimsi për këtë smundje të rënë të rrezikshme. Innal hamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fahuwa al-muhtad wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Çdo herë dhe për herë duhet ta fillojmë bisedën tonë, ligjërimin tonë me falenderimin ndaj Allahut të madhruar, sepse vetëm atij takon falënderimi. Atë Allahun e falenderojmë. Çdo falënderim për ulje dhe nënshtrim i ynë takon vetëm Allahut të madhruar. Atë e falenderojmë për ti falje dhe ndihmë kërkojmë. Dëshmoj bindshëm për ulshëm se nuk ka të adhuruar me merit përveç Allahut xhella xhelalu. Po ashtu Muhamedi alayhi salatu wassalam është rob dhe i dërguar i tij, paqja dhe mëshira Allahut qofshin mbi të, mbi familjen e tij të ndershme, mbi shokët e tij besnik dhe mbi çdo besimtar dhe besimtare deri ditën e gjykimit. Të dashur të nderuar vëllezër, besimtari nëse merr dhe lexon Kur'anin, e shfleton Kur'anin, e bën një orë të caktuar gjatë ditës që të mirret me fjalën e Allahut, të mirret me shpalljen e Allahut dhe ta freskon dijen e tij, ta freskon lidhjen e tij me Zotin, ta freskon afërsinë e tij me Allahun xhella xhelalu, ta përmirësoj vetveten e tij në çdo raport. Është shumë e lehtë për të, dhe kjo duke ja caktuar vetvetes një kohë, qoftë edhe një orë në ditë, duke e vendosur si orar të pa të i kalueshëm përballë vetvetes në raport me librin e Allahut, me fjalën e Allahut xhella xhelalu. Çdo shtëpi e besimtarit e ka librin e Allahut, e ka Kur'anin në shtëpi. Po shumë prej tyre rrallë çelen, rrallë hapen për të u lexuar, dhe kjo pastaj natyrisht se lëm pasoja. Nëse e marrim me çelim këtë Kur'an, nëse e marrim e shpletojmë Kur'anin, ne kemi me has aty në një ngjarje jashtëzakonisht bukur, në një ngjarje shumë madhështore, në një ngjarje për plot mësime, në një ngjarje e cila e ngrit besimin, imanin e besimtarit, në një ngjarje e cila i jep madhështi imanit, në një ngjarje e cila në vazhdimsi e forcon lidhjen me Allahun. Dhe kryesisht kjo është për gjitha moshat, por me theks shumë të veçantë për të rinjt. Për të rinjt. E kjo është fjala, të dashur vëllezër, për kaptinën Jusuf, kaptinën me cilin Allahu e ka emërtuar këtë kaptin për shkak se një pejgamber i Allahut me emrin Jusuf ka lënë aq gjurmë të mëdha me imanin, besimin e tij të paluhatshëm, saqë Allahu e ka emërtuar një kaptinë e cila i ka 10 faqe, e ka emërtuar Jusuf, kaptina e Jusufit alayhi salatu wassalam. Është ngjarje e madhe kaptina e Jusufit e marrë me lexu, është ngjarje e madhe, ngjarja e Jusufit, por këtë mundin me gjetë, me marrë, me emrin Allahut, mja bo rregull vetvetes se me thonë ko me lexu këtë kaptinë dhe kada ka dalë du me lexu. Nuk du me lexu veç shkele shka. Du me lexu edhe me kuptu, edhe aty ki me marrë shumë mësime të mëdha. Se çka do të thotë të jesh vërtet i devotshëm. Se çka do të thotë që lidhja me Zotin në asnjë moment të vetëm të mos zbehet. Kjo i vjen çdo triut, edhe çdo treje me kuptu se kushdo që ka lidhje me Allahun çdo herë, e në veçanti kur është vetun, me theks shumë të veçantë kur është vetun, ai ka rrit kulmin e devotshmërisë. Thash,
ngjarja e Jusufit është ngjarje e madhe më u tregu. Do me tregu shumë shkurt një pjesë të kësaj ngjarje e që neve na duhet shumë, e I duhet thash me theks shumë të veçantë të rinjeve. Vallahi po vëllezër. Jusufi alayhi salatu wasalam ka qenë I dashuri I Jakubit I babait të tij për shumë djemve që I kishte. Për shkak të ëndrrës që e pau dhe ja tregoi babait dhe Jakubi alayhi salam I tha mos ja u trego kujt këtë ëndër. Pastaj vëllezrit e kishin e xhelozonin dhe një ditë prej ditë që dini ngjarjen sadopak e morën edhe e gjujtën në një pus. Pastaj erdhën ju ankun babës vet dhe I thanë se e ka hongër ujku Jusufin alayhi salam. U mërzit shumë edhe pse nuk ishte I bindur në atë që e thonin djemtë e tina. Po për shkak xhelozis, vllavën e tyre e gjujtën në pus. Sot xhelozia çka s'po bën, pe vret vllavën. Domthonë nuk është veç sot, ka herë është çështja e xhelozis, prandaj jo rastisht Kur'ani na flet në vazhdimsi për këtë smundje të rënë të rrezikshme. Dhe e morën e gjujtën në pus, pastaj vjen një karavani tregtarëve edhe e gjojnë Jusufin alayhi salam, e marrin e çojnë në Egjipt edhe në treg e shesin. Në treg e shesin I djalë të ri. Djalë I ri në treg e shesin. Kur e shesin treg, shkon e blen një pasanik I cili ishte udhëhes kryesor, posedues I depove të Egjiptit edhe të madhrave. Para më du, e merr e bleni një njeri I cili kishte pasuri të madhe. Dhe rritet Jusufi alayhi salam në shtëpinë e këtij njeriu. Por Jusufi alayhi salam o vllazën, me rritjen e tij, me zhvillimin e tij, që ishte djalë I ri, Allahu I kishte dhënë një bukuri të rrallë. I kishte dhënë aq bukuri saqë shumë gra aty thoshin që ky nuk është njeri, ky është melek. S'ka mundësi njeri me kon kaq I bukur. Subhanallah. Nuk ka mundësi njeri me kon kaq I bukur. Sepse kush e shifte, mahnitej me te. Mahnitej. Dhe një prej atyne që mahnitej me te, ishte pikrisht edhe gruaja e qëti ministrit që ishte në qeverinë atëhershme të shtetit të Egjiptit dhe ishte udhëhes dhe përgjegjës I depove të mallrave të Egjiptit. Pra mendo, dhe me zhvillimin e Jusufit ai u dashuru të mërësisht në ta, po nuk ja shpreh edhe një ditë për diç vendosi m'ja shpreh me përkufizu me ngjarjen me shkurtu, ja shprehi po në çfarë forme ja shprehi. Shiqoni vllazni. Prandaj duhet më urujt, se është e shkurt dunjaja. Më urujt o vllazni. Është marrë se çka po shohim, çka po ndëgjojmë. Dhe kjo marrë vjen si rezultat që ne si besimtar nuk e lexojmë Kur'anin. Nuk e lexojmë surën Jusuf me kuptu kadale. Edhe ajo një ditë për ditë vendos që m'ja shpreh dhe me bo më të keqen flisni me Jusufin alayhi salam. Veshet, edhe pse ajo I kishte dy gjona, ishte shumë e bukur, edhe ishte gruaja e një zyrtari shumë të lartë. Para mendo, edhe ishte shumë e bukur, mesin e grave, po ishte edhe grua një zyrtari shumë të lartë shtetit. Dhe ajo parfymoset, veshet mirë, edhe çdo gjë e bën, edhe përgatitet që m'ia shfaq Jusufit dashurin, alayhi salam, dhe të njëjtën kohë me bë kurvnim me ta. O shprehna kështu drejt për drejt. Subhanallah. I ka mshil dyrt e vend ku ka nejt aty. I ka mshil dyrt. Dhe që ka bo? O shku edhe ju ka afru Jusufit. Edhe I ka thonë tim pëlqen mu. Edhe ty du shumë. Du si burrin tem. E me pa dirë si burrin e vetë nuk I kush afru atina. Po Jusufi thash ka qenë shumë I bukur, I hishëm, I pashëm. Edhe Jusufi alayhi salam me një devotshmëri të rrallë dhe duke e ditë dhe duke buruar ajo devotshmëri nga besimi I pastër në Allahun, sa Allahu edhe në ato momente e shifte, edhe pse ishte në një ambient të mbyllur, dyert e mbyllura, ajo mbyllur, këtë mbyllura, këtë I kishte mbyllur dyert.
Mos me hikur kush. Subhanallah. E Jusufi alayhi salam i tha, Allahu na ruajt. Allahu na ruaj. Me bo ato që e hidhran Zotin. Me bo ato që me tradhtu ato i cili më ka rrit. Se ka marrë 3, e ka rrinë shpita tina. Para me do, me tradhtu ato i cili më ka rrit. Edhe ka ik për atyjt. Ka ik drejt derës. E kjo ju ka lëshu mas, edhe ka kap për këmishën mbrapan. E ka shku, e ka qel derën, edhe kur e ka qel derën, ka qenë pikrisht burri i saj të dera. E kur e ka po ato, kjo ka met pa fjalë, e i ka thonë çka është puna e ati personi i cili dën me tash njerëzu grun. Edhe ke rrit, e do me tash njerëzu grun, subhanallah. I thot vallaj s'është e vërtet. I thot ja e vërtet është. Ndërkohë të bo këtë muhabet, vjen një afër mi asoj grus, edhe thot çka ka të rej, thot po çështu është ngjarja, thot është lehtë me nda, çush me nda, thot këtë po. A e ka thot këmishën e gërvisht apo çkyme përparan apo mbrapan. Në qoftë se e ka përparan, është ky ai që e ka sulmu ata. Në qoftë se ka mbrapan, ajo e ka ngre këtë. Edhe kur e këshyren, këmishën e kishte mbrapan, Jusufi alayhi salam çkyme. Pe sajna duke ngre. Atëherë burri saj tha heshne. Edhe pse tani kjo vazhdoi masanej se gratë ishin të mërësisht shumë prej tyre e donin, dhe ajo tentoi që prap me bo diçka till e Jusufi alayhis salam tha, për mu tha është më i dashur burgu se sa fllishnia dhe hidhrimi i Allahut. Më i dashur burgu. Më i dashur burgu. Pas të cilit burg, pas të cilës devotshmëri, pas të cilës për ulshmëri ndaj Allahut, si i ri, djali i ri. Allahu din 20, aty të 20-at. Si djali i ri, i hishëm, i pashëm, pranoj që mos me hi kurvnis, që e hedhran Zotin. Mos me hi asaj që e varfran, mos me hi asaj cilë i anëzin ftyrën, fillimisht në dynja, pastaj ditën e gjykimit nuk po flasim, që ata cilët kanë pas gjona të tilla, kurvni, e kanë vendin e veçantë atje. Ata kanë mu bashku bashk, edhe kanë mu vret. Se tash e ke pa. Dikush thot po tash u bë modë hoç. Ç'a bë modë? Jo tash, burrat e martume ka 2 e 3. Ani. Në rregull. Veç Allahu është na pa. Edhe kur jemi në publik, edhe kur jemi vetëm. Po vllazni. Sepse besimi, imani, po na ulet. E kur ulet besimi dhe imani, pastaj ata shkojnë në qelin shtëpia në cilat njerëzit bojnë senet më të këqija e tradhtojnë jetën bashkëshortore. E senet ngjajshme, mos t'him detaje, se s'ka nevojë, se i dini ma mirë shumë se une. Por hidhrohet Allahu xhalla xhelalu. E kushdo që hidhron Allahun, e kushdo që niset për tek Allahu me këtë vallaj kanë më mshel dyrt. Kanë më mshel dyrt me dhonin e shpirtit. Kërejt ka me ndryshu, po atëra vonë nuk ka mo, çdo që ka marrë fund. Dhe krejt kjo që ka shofim, të dashur vëllezër, Jusufi alayhis salam si një djalë i ri, dhe për kësaj ngjarje mësojmë shumë e prej mësimeve që na mëson kjo ngjarje, se Jusufi alayhis salam edhe pse ishte në kulmin e energjisë, ishte në kulmin e bukurisë, ishte në kulmin e forcës, ai prap se prap e zgjodhi devotshmërinë, edhe e zgjodhi kënaqësinë e Allahut, e nuk i dha përparësi epshit të tij dhe hidhrimit të Zotit. Epshit të tij përballë kënaqësisë së Zotit. Pastaj Jusufi, edhe pse ishte djali më i bukur dhe më i hishëm, më i pashëm, edhe kishte mundësi me bo çka ju teke, edhe mos më morë vesh ajo punë, heq, ai e zgjodhi prap kënaqësinë e Allahut. Kushdo që e zgjedh kënaqësinë e Allahut, Allahu do t'i japi kënaqësisë, e do ta bëjë të kënaqur.
e nuk do ta bën dëshpërum, sikur sa ata cilët do dalin para Allahut, Allahu na rujt, e mos na mundsof me kom prej tyre ditën e gjykimit, e do të shpresojnë punë që i kanë bën dunjë, e kur dalin atje s'ka punë, ju ka rash kelem me kom veta në dunjë, pa e marrë vesh që është ty shkatru punët edhe veprat e tij. Do thot, përkundër bukurisë që e ka pas, ai e ka zgjedh kënaqësinë e Allahut, ai e ka zgjedh devotshmërinë. Jusufi alayhi salam nuk kishte njerëz të afërt. Sa ke po njëri kur ka familjar, ka rreth, ruhet. Ka disa njerëz ruhen. Ky s'kishte kërkan, s'kishte nevojë më rujt hiç. Megjithatë, se ishte i vetëm në atë qytet. Familja këtë dikun tjetër e kishte. Dhe përkundër asaj, ky e zgjedhi kënaqësinë e Allahut. Allahu më kanë, Allahu na ruaj tha. Jo, te unë nuk vjen shprehje. Dhe po ashtu Jusufi alayhis salam përballë epshit edhe përballë pozitës që mund të ngritej, Jusufi alayhis salam nuk i dha shans asaj e cila kishte edhe bukuri, edhe kishte pushtet, sepse burri kishte përplot pushtet. Nuk i dha shans asaj. Njerëzit sot përfaqet zeza, ndoshta ku me di çka bën para jap, me arrit një diçka momentale që e hidhron Allahun. E hidhron Allahun. Pra mendo, Jusufi alayhis salam mundësit i ka pas krejt, edhe bukuria jo, edhe pushtet e krejt i ka refuzu. Veç për Allahun xhella xhelalu. Po ashtu, halo çka është më e rëndësishme vëllazën, sa le që ka pas bukuri, po ajo edhe u zbukuru, që halo më duk më hishme, halo më u duk më e bukur, u parfymos, që Jusufi mos me refuzu. Mos me refuzu. Po ashtu, ajo çka është më e rëndësishme për këtyn e krejt. Ajo e mur edhe i mbylli dyrt. Ai msheli dyrt. Edhe kërkush se pau. Por në ato momente, tha, mshe Allahu. O lazni, veç që to me mbjell në vetë vetën tonë, se cili pej neve, që Allahu po na shef, ma'iyatullah, se në vazhdimësi e ki shoqërimin Allahut, e ki bindjen se Allahu mshen, krejt punët edhe jeta e se cilit pej neve ndryshan. Në çdo pore të jetës, në çdo fushë të jetës, në çdo profesion të jetës, na ndryshon neve. A msha Allahu po, u kry puna. Kaq. Prandaj Jusufi alayhis salam është modeli më i mirë për çdo tri, edhe për çdo tre, sepse ky njeri është ai i cili përmes devotshmërisë së rrallë bani që me u përmend deri në ditën e gjykimit. Edhe me u lexu, kushdo që e lexo Kur'anin, edhe hin me e lexu komplet, nuk ka çare pa lexu këto. Jetën e Jusufit, ngjarjen e Jusufit, bile është ngjarja më e detajuar për gjithë pejgamberëve të Allahut në Kur'an, është vetëm surja e Jusufit alayhi salatu wassalam. Allahu na falt, na mëshiroft, na përmirësoft, e na bëf atyre që vërtet në vazhdimsi e kërkojmë kënaqësinë e Allahut xhalla xhelalu. Aqulu qawli hadha wastaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da. Në vazhdimsi të dashur vëllezër, përballë sprovave, të cilat i riu dhe e reja, edhe mosha tjera kalojnë, duhet me lut Allahun fuqi plot që Allahu më na forcu, edhe mos më na bë argat dhe mos më na bë nënshtrues të epshit i cili shpesh herë din me i mashtru njerëzit e pastaj me fitu hidhrimin e Allahut. Kushdo që bën punë të tilla, le ta din se ka me u taku me Allahun, po ka me u taku në një formë tjetër, jo në formën që shpreson. Prandaj besimtari, i riu, e reja, hek dorë për kësaj. Ai e preferon martesën, ai e preferon devotshmërinë, ai në rend parë e ka atë që e kënaq Allahun. Amo jo valla, nuk kam kohë me u martu. Pse s'ki kohë me martu? Martesa është bereqet. Martohu. Ose ruje nderin. Ose ruje nderin dhe epja besën Allahut që deri në frymën e fundit ka me jetu me nder. Përballë çfarë do sfide e cila mundet të ndalë përpara. Kur?
Allahu na ruajt e na forcoft, e na bëf prej atyre që vërtet të shkojmë sipas besatimit të dhënë çdo herë dhe për herë, e ai Allahu është ndihmës dhe mbrojtës i të devotshme deri në takimin me të.